Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka zgjeruar hetimet për dosjen e Akshit, duke kaluar tashmë dhe në verifikime të pasurisë së personave të dyshuar si pjesë e skemës së abuzimeve me tendera publik. Në fokus të hetimeve është vendosur një yacht luksozi tipit Predator 50 Skyfall me vlerë treku mbi 950.000 euro i ankoruar në portin e Durrësit. Sipas PAK, yachti rezulton i regjistruar në emër të shtetases Xhenila Tamizi, punonjëse e kompanisë Soft and Solution, por ekzistojnë dyshime të forta se mjeti lundrues është bler nga biznesmeni Ermal Beqiri, shpadhur në kërkim. Prokuroria dyshon se regjistrimi në emër të Tamizit është bërë për të fshirur pronësinë reale të pasurisë. Nga hetimet rezulton se Xhenila Tamizi ka pasur rol aktiv në menaxhimin e burimeve njerëzore për kompanitë e lidhura me Beqirin. Ajo dyshohet se ka rekrutuar dhe trajnuar staf për Soft and Solution, ndërsa më pas punonjësit janë transferuar dhe kontraktuar nga kompania tjetër, EA Solution SPK, e lidhur me biznesmenin tjetër në kërkim Ergysa Gaçi. Dëshmitë e marra nga punonjësit e EA Solution tregojnë se njoftimet për punë janë gjetur online, ndërsa trajnimet janë kryer nga Tamizi. Pas përfundimit të trajnimeve, kontratat e punës janë lidhur me EA Solution, ndonse yachti luksoz rezulton i regjistruar në emër të Tamizit, e cila formalisht figuron e punësuar në një kompani tjetër. Në dosjen hetimore, PAK sqaron se Ergysa Gaçi dhe Ermal Beqiri akuzohen për një sër veprash të rënda penale, përfshir konkurrencën e palishme përmes dhunës, shkeljes së barazisë në tendera, heqjen e palishme të lirisë, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe pastrimin e produkteve të veprës penale. Për të dy është vendosur masa e sigurisë arrest me burg, por ajo nuk është ekzekutuar pasi nuk ndodhe në territorin e Shqipërisë. Ndërkohë, gjykata e posaçme ka caktuar masën e arrestit shtëpiak për drejtoreshën e Akshit, Mirilinda Karçanaj, ndërsa janë lëshuar urdhër arreste edhe për persona të tjerë të përfshirë në këtë dosje. Në 16 dhjetor, 2 skuadra të byros kombëtare të hetimit të mbështetur nga policia e shtetit ushtruan kontrolle në disa banesa dhe biznese në Tiranë dhe Durrës në pronësi të Ergysa Gaçit. PAK ka vendosur masa sigurie për gjithsej 8 persona, mes tyre Mirilinda Karçanaj, Ergysa Gaçi, Ermal Beqiri, Hava Delibashi, Rion Ismaili, Andis Papa, GH dhe Roger Sëryta. Po ashtu është caktuar masa e pezullimit nga detyra për zëvendës drejtorin e policisë së Tiranës, Erion Ismaili. Hetimet e PAK ka nisur prej gati një viti dhe fokusohen në procedurat e 12 tenderave publik, të cilët dyshohen se janë zhvilluar në shkeljet e ligjit me përfshirje të zyrtarëve publik dhe bizneseve private në një skemë të organizuar korrupsioni dhe pastrimi parash.